Territori i Kosovës për datën 5 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes ftjellimeve dhe vranësirave pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 25 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:18 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 11 deri në 24 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 22 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 23 gradë Celsius, Pej 10 deri në 21 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 23 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 25 gradë Celsius, Malishev 11 deri në 23 gradë Celsius, Gjilan 11 deri në 22 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri në 23 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 21 gradë Celsius, Suharek 11 deri në 24 gradë Celsius, Prizren 9 deri në 22 gradë Celsius,